Këto kryetari ka bënë akmarrje politike për shkak vëllau që kanë pas sigurim aty Veselit. Na ka qitë në rrugë 4 familje. Fatën Peci që edhe ai ka zotin. Dhe ku kam i shku kështu, metet më po. Nuk shalut me më kërshy prej aty në akuzat ta që i pështivet apo qëndrimin që e kompronari. Komuna e Mitrovicës së Jugut, e udhëhequr nga Fatën Peci gjatë ditës së djeshme, ka bërë rënimin e një objekti tek stacioni autobusëve të kësaj komune, në arsyetimin se ky objekt nuk kishte leje ndërtimore. Pronari i këtij objektit, për Gazetën Nacionale, ka rrëfyer të gjitha dokumentacionet të cilat i posëdonte dhe që ky objekt kishte leje ndërtimi. Mirë po, sipas tij, deri tek rënimi ka ardhur si pasojë e çështjeve politike. Nuk jam këtu që ka marrë që 1 vjet a 2 vjet, unë këtu jam pej 2000-ës, po 5 vjet kom operu me agjencian. Pej 2007-ës e kam këtu në qevaktore. Unë jam këtu pej 2007-ës. Kam pagu qire stacionit, jem përpagu si regull, kam marrë pajis me kontrat, afat gjate, mujnë e parë 2024, jem pajis me kontrat 15 mundësi vazhdimi, me qëtë kontrat kam shku në komun, kam bo kërkes për më pajis me leje ndërtimit. Ma kanë mundësue, kam bo kërkes stacionin për më zgjeru, pej 41 metrë pik 25, 64.80. Ma kanë mundësu. Me qatë kontrat kam shkue në komun edhe leje një pajis me leje ndërtimit 64.80. Mirë, po kur kam ardhur në këtu me fillu punën me ekzekutue, kam pengu edhe mi kanë hjek atë shtese që ma kanë bo, ma kanë hjek. Prap, unë jem këthy në metrat që shkam kanë, edhe ato më kanë pengue. Edhe kja ka ardhë si pretekst akmarrje politike për shkak vllaut që kanë pas sigurim Kadri Veselit, edhe në mburna me ata që kanë pas vllaun. Kjo është një akmarrje tipike se qytetarët e Mitrovicës po kanë bindje tjera që kanë kanë uzurpator, pa leje, se anone, sa i përket dokumentacionin që shka jem kanë regull. Këto kryetari ka bënë një akmarrje politike për shkak vllaut që kanë pas sigurim Kadri Veselit. Më kanë thonë që me shku me bo korrigjim të lejes, që mi kanë të rjek ato metra shtes, për më këthyje në ato metra si kanë pas. Unë e kam që kam po kërkesën, nuk e kanë marrë parasysh, më kanë revoku lejen krejt. Kam bo pa din gjykat, në tanën e kam bo e masën e përkashme, jem shkuja kom dorëzuar të inspeksionin ndërtimit, të zyra kryetarit, nuk e kanë marrë parasysh hiç. Edhe janarë kanë rënë. Prantën mas dite më kanë jep, unë e kam prit me i të kryetari, me njoftu që nuk jam për kur që mi kërkueq veç qysh po më llogariti mu se uzurpator. Veç ato kam dash me njoftu. Që ato më kanë prue në inspeksionin ndërtimit, më kanë prue për rënim letrën që du të më rënu. Domethënë kanë gjetur edhe kohën vikend që mos më mujtën me pas hapësirë, me shku për masë të përkashme gjykat. A i nikoni pranishëm gjatë të rënimit të objektit këto? Jem kanë këto, kam nejt pak, po masanina kam ecër. S'kam rezistu as kur gjë, me shtet nuk una më shty. Nuk kam rezistu kur gjë. Na që të profesione kena të regua pej 2007-ës, familjar. Na ka qitë në rrugë 4 familje. 4 familje për qësoj që vëpture na i na ushqy. Kryetari na ka qitë në rrugë edhe a i ka po të arsyshme. Unë e veç një dimi thonë që as për individ, as për person, as për kur gjë, po unë e veç e di që Zotin e kam të shmitar. Edhe ta i mbështet na, ajlet pagun, ajlet me rak. Ajlet e din edhe Fatën Peci që edhe e ka Zotin. Dhe ku kam i shku kështu, metet më po. Sa jarë kryetar për më na rregullu mirëqenjen, me pas një jetë matë mirë, me këshyrë që shtojnë javën e parë, me arë me hi në rënim, me na qitë në rrugë. A ke pas mundësi me paraqit ose inspeksionit ose kujdo lejen që i pas? Ja kom paraqit, kom bo ankesa, nuk mi kanë marrë parasysh asnjë. Asnjë hiç. Domethënë që qaq mire kam bo këtë plan, që veç më mjek më piktuar.
Sa i përket pretendimeve nga pronari i objektit i cili është rënuar gjatë ditës së djeshme nga komuna e Mitrovicës, ne tashmë do të mundohem që të marrim edhe një qëndrim nga ana e këtij institucioni. Unë me ndihmu. Pronari ka thonë se kjo ka qenë një çështje politike dhe se ta bëjmë në të reket i paralelit. Mund të kshalut me kërkësy prej aty në akuzat ta quaj kushtimet apo qëndrimin që e ka pronari. Pronari ka drejtën e vet, më shprehet ajo i shërben juve. Unë edhe çka muna juve më përgjigj drejt për drejti, po ma përshikohen jo me ato çka ka thonë pronari. Po pronari tin me ashtu problemet e veta për sa arsye po them. Çka muna me ndihmu juve personalisht. I njëjti ka thonë që ka pas leje ndërtimore të objektit, edhe se që i gjithë ky rrëzim i objektit ti ka qenë si arsye politike, ka po ma shumaj. Jo, nuk qëndrojnë ato pretendime pak. Komuna ka dalë me një tim zyrtar, kështu besoj që mundi me ju përmbajtë edhe një tim të zyrës për informim që është. Edhe çaj një tim zyrtar që e ka publiku komuna, çaj është i saktë, gjë për cilën ju keni drejt me kërku dhe qashin dokumentat zyrtare dhe besoj që ju japën qashin. Do më thonë, një leje ndërtimore që dhe ne ka paraqit ai sot të na, a nuk ka qenë e vlefshme, a qësh është puna? Jo, ajo leje, ju është, të më thonë, ju është edullu, ju është anullu ajo leje për shkak se, do thot, ka pas një ankesë për apun edhe nga palë tjera, dhe të shfrytëzojnë hapësirën në të stacioni i autobusit. Për shtë arsye, drejtoria e urbanizmit ka nxjerrë vendim ku atë leje ka tërheq. E ka përzëllu dhe më honë është anullua dhe me pasaj konform që faj dispozite, ju e dhonë gjitha hapësirat kohore që ashtu që parashihet me legje dhe konform saj është vëprush, ka diçka këtu tjetër jashtë atyre. Ashtë që deklarime që mundet me i bonë, ato janë deklarime tia personale që mundet me i apo dikuj tjetër që dojt me i apë për patent politik, po këtë mas pak t'i ka për patent politik.